Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani rozmarin në shtëpi dhe nuk do të vuani kurrë nga këto 8 probleme. Rozmarina ka një shije dhe aromë të pashoq. Emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të ambisave shqiptare. Qytetërimet e lashta kanë konsideruar rozmarinën si një barishte të shenjtë. Në mesdjet, rozmarina besohej se kishte aftësi tepër të mëdha në ndezjen e dashurisë mes një mashkulli dhe një femre, ndaj ajo përdorej gjerësisht në përdasma dhe në për ceremoni. Rozmarina dhe vlerat e saj shëndetësore. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Konsumi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon edhe në rritjen e përqendrimit. Vetëm një vit më parë, shitjet e vajit esencial të rozmarinës u rritën 4 fish pas studimeve shkencore, sipas të cilave kjo bimë e përmirësonte kujtesën. Blerjet u përqendruan kryesisht në radhët e studentëve të cilët në sezon provimesh kanë nevojë për një kujtesë edhe më të mirë. Shkencëtarët gjithashtu besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjallëron aktivitetin në tru. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënies së flokëve dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe ushqyer rënien e flokëve dhe për të stimuluar rritjen e tyre. Vaji esencial i rozmarinës njëkohësisht është përdorur prej shekuj edhe për të larguar dhimbjen e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmën dhe njëkohësisht artritin. Si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarin të tharë dhe gjithashtu një lugë gjelle me rozmarin të thatë, një lugë çaj me mjalt. Ndajni degën e rozmarinës dhe copëzat e saj, më pas hidheni në një tenxhere me qumësht dhe lëreni që të ziejnë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të qëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet që ta përzieni këtë lëngë vazhdimisht. Më pas, shtypeni copat e rozmarinës me lugë në mënyrë që ta lëshojnë aromën e tyre të fortë dhe kështu të çlirojnë edhe vajrat e tyre esencial. Shtoni më pas mjaltin dhe çaji juaj do të jetë gati. Rozmarina është një bimë e cila mundet që të rritet fare lehtë në shtëpinë tuaj sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Si ta rrisni rozmarinën në shtëpi? Kur të vi pranvera, merrni një degë rozmarine dhe vendoseni atë në një vazo të vogël. 2/3 e vazos duhet mbushur me rërë të trashë dhe 1/3 me pleun organik. Vendoseni vazon në një vend me dritë, por jo në ekspozimin e drejtpërdrejtë të rrezeve të diellit. Ujiteni rregullisht dhe mbajeni atë në një vend të ngrohtë derisa degët të zënë rënjë. Ky proces zakonisht zgjat për 3 javë. Sa po fidanët të kenë zënë rënjë, atëherë ju mund t'i zhvendosni në vazo më të mëdha ose në kopësht. Rozmarina kërkon një ujitje mesatare dhe sigurisht i pëlqen uji i shiut. Ajo është një bimë e lumtur që lulëzon në temperatura si të ngrohta ashtu edhe të ftohta, buzdetit ose në male. Kur ajo të jetë rritur, mblidheni rozmarinën sipas dëshirës. Shkurja do të vazhdoj të rritet dhe të prodhoj sipas dëshirës. Duke qenë se rozmarina është bimë e përhershme, frutet e saj ju do t'i shijoni gjatë gjithë vitit. Rozmarina ka efekte të jashtëzakonshme për shëndetin. Rozmarina ofron monjëmori, përfitime shëndetësore të cilat shtrihen shumë përtej rolit të saj si një erëz aromatike. Ja cilat janë disa nga përfitimet të shumta të rozmarinës. Shëndeti i njohës dhe rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mundet të përmirësoj
ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo i cili kërkon që të rrisë aftësitë njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksidante dhe anti-inflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidant tepër të fuqishëm dhe me përbërës anti-inflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup duke reduktuar kështu stresin oksidativ i cili lidhet me sëmundjet kronike si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit duke mbrojtur disa kushte tuajat shëndetësore. Sigurisht ju duhet të dini se mund të përmirësoj edhe shëndetin tuaj tretës dhe lehtësimin e sistemit gastrointestinal. Rozmarina bën që të shtohet prodhimi i lëngut biliar i cili gjithashtu mbështet edhe shëndetin e përgjithshëm të tretjes duke stimuluar simptomat si fryrja, gazdra dhe dispepsia. Ajo ofron edhe mbështetjen e shëndetit të zorrëve dhe parandalon shqetësimet e tretjes. Sigurisht ju duhet të dini se ofron edhe një mbështetje të jashtëzakonshme për sistemin tuaj imunitar. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mundet të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme dhe në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të tjera. Nga ana tjetër, përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes ose gripit mund të sigurojë një mbrojtje shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes. Dhe nga ana tjetër, vaji i rozmarinës mundet që të përmirësojë shëndetin e flokëve dhe të kokës. Vaji i rozmarinës është i njohur për stimulimin e gjendrave të flokëve duke nxitur rritjen e flokëve dhe duke parandaluar kështu edhe rënjen e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mundet të ndihmojë në mbajtjen e skalpit sa më të shëndetshëm dhe njëkohësisht pas bokth. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se mundet që të përmirësojë shëndetin tuaj kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Madje disa studime tregojnë se rozmarina mundet gjithashtu të ndihmojë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ndërsa rrit nivelin e kolesterolit të mirë duke kontribuar në një zemër më të shëndetshme. Mirë po duhet të dini se rozmarina mundet të trajtojë dhe shëndetin mendor fal lehtësimit të stresit. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormoni i cili lidhet me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu, pirja e çajit të rozmarinës mundet edhe që të nxjisë relaksimin edhe të zvogëlojë ankthin dhe të përmirësojë mirëqenien tuaj mendore, si edhe duke nxitur një gjumë akoma edhe më të mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve
nuk ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.